Eleni Qirici, balerina e parë shqiptare që shkëlqeu në Hollywood. Më 25 janar 1925, lindi Eleni Qirici, balerina e parë, aktoria dhe akrobatja shqiptare, e cila debutoi me sukses të madh në skenat e Europës, Australisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Karriera e saj filloi në një moshë mjaft të re. Gjatë turit të saj të parë në Itali, ajo bëri disa shfaqje sensacionale ku morën pjesë personalitetet më të larta dhe familja mbretërore. Fama që ajo fitoi gjatë këtij turneu i dha asaj kontratën e dytë në Francë, që u konsiderua si qendër e artit botëror. Eleni Qirici është personi i parë që shkoi dhe shkëlqeu në Hollywood, duke u bërë e njohur në mbar Shtetet e Bashkuara. Në vitin 1938, së bashku me prindrit e saj, ajo erdhi në Shqipëri, ku dha disa shfaqje në Korçë, Tiranë dhe vende të tjera. Për më tepër, ajo është koreografja e parë që organizoi trupën e parë shqiptare të baletit. Nuk kishte si të ndodhte ndryshe. Elena Qirici, bi e dy bashkëshortëve artist, domosdoshmërisht do të ecte në rrugën e prindërve, aq më tepër që ende foshnjë ishte përkundër në gjumë, që zgjuar mëngjeseve e lodruar gjatë ditës në tingullin e kitarës e të këngëve që aq mrekullisht i luanin dhe i këndonin enkas për të bijën, çifti Vasil e Rudi Qirici. Prindrit e saj menduan që shkollimi për vajzën e tyre ishte më se i domosdoshëm, dhe kështu, një vit më pas, më 1936, Elena nis studimet në Vjenë.